Mirëmëngjesi shikues të #gjesit, mirë se po takojmë edhe sot si çdo të martë në rubrikën Shneta. Në kuadër të javës së gjithënjës sot do të flasim për rëndësinë e ushqyerjes me gji dhe të ftuar kam doktoreshen Shëndvere Hasani, pediatre dhe pulmologe në Spitalin Amerikan. Mirëmëngjesi doktoresh, mirë se ardhët. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjej. Doktoresh, ana tregon fillimisht cilat janë përfitimet e gjithënjës qoftë për nënën, qoftë edhe për foshnjën. Po, benefitet janë të shumta, si për foshnjën, ashtu dhe për nënën. Nëse flasim për benefitet që ka foshnja gjatë ushqyerjes me gji, duhet filluar prej asaj se gjithënja i ofron një ushqim ideal, të pasur me lëndë ushqyese dhe me antitrupa. Pastaj, qumshti i gjirit të nënës përmban acide yndyrore të pangopura me zinxhir të gjatë, të cilat janë esenciale për zhvillimin e trurit dhe sistemit nervor të fëmijëve. Pastaj, sistemi tretës i foshnjës së posalindur, por edhe disa muaj pas lindjes, është i papjekur dhe më së lehti e tret qumshtin e gjirit të nënës krahasuar me formula tjera të fabrikuara. Pastaj, natyrshëm, qumshti i gjirit të nënës përmban disa substanca qetësuese, të cilat e bëjnë që foshnja të ketë gjumë më të mirë, por edhe vëmendje më të mirë kur është i zgjuar. Dhe mos flasim për antitrupa të cilat janë esenciale për të mbrojt foshnjën prej infeksioneve me të cilat ballafaqohet në ditët dhe muajt e para pas lindjes. Ndërkaq sa i përket benefiteve për nënën janë po ashtu shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme. Nëna pas lindjes shumë më lehtë kthehet në gjendjen e mëparshme sa i përket peshës, por po ashtu edhe hormoni oksitocin, që është hormon për lirimin apo rrjedhjen e qumshtit të gjirit, njëkohësisht ndikon që të kontrahoj mitrën e nënës dhe ta kthejë atë në gjendjen parashtatzanisë. Në afat gjatë e ndihmon nënën që të redukoj riskun prej kancerit të gjirit, të ovareve, të endometrit, po ashtu edhe ndihmon në mineralizimin e kockave dhe këto nëna që kanë ushqyer foshnjët e saja në gji, më pak zhvillojnë osteoporozë pas menopauzës. Po. Doktorishe, përmende që foshnjën e mbron nga disa infeksione. Nga cilat infeksione apo sëmundje mund të mbroj foshnjën qumshti i gjirit? Qumshti i gjirit e mbron prej infeksioneve respiratore, në radhë të parë, sepse janë më të përhapura në natyrë. Prej bronkiteve, pneumonive, otiteve, pezmatimit të veshit, por e mbron edhe prej enteriteve, prej agjentëve të cilët shkaktojnë sëmundje gastrointestinale. Në afat gjatë, gjithashtu e mbron fëmijën prej zhvillimit të ekcemës, astmës, diabetit tip 1, disa karcinomave të moshës fëmijërore. Njëkohësisht i ofron edhe një lidhje shumë më të mirë emocionale vetë ushqyerja me gji dhe i mundëson që ai të zhvillohet në një individ i cili shumë më lehtë do të zhvilloj një vetbesim dhe do të ndihet i mbrojtur në shoqëri. Po, mundemi me quajt qumshtin e gjirit ndoshta si vaksinën e parë për bebën, me që e mbron nga shumë sëmundje edhe alergji që i përmendet. Po, e vërtet. Sa rekomandohet të zgjas periudha e gjithënjës? Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Akademisë Amerikane të Pediatrëve, rekomandohet që ushqyerja me gji, nëse është e mundur, të bëhet ekskluzive, kjo nënkupton vetëm ushqyerje, vetëm me qumshtë për plot 6 muaj. Pas muajit të 6 mund të shtohen nutrient të ndryshëm në formë të ushqimeve për foshnjë, por ushqyerja me gji nuk është e limituar, mund të zgjas deri në 2 vjet apo edhe më gjatë, ashtu si lejojnë rrethanat dhe mundësitë. Po, doktorish, po a ka vështirësi gjatë gjithënjës, ose ndoshta nënat e reja kanë vështirësi më të mëdha për gjithënjën? Gjithënja sa do duket e thjesht, megjithatë është një art në veti, unë ashtu e quaj, sepse duhet edhe aty të më pasur parasysh edhe shumë elemente të thjeshta, të cilat i anashkalojnë pastaj këto vështirësi të cilat mund të shfaqen gjatë kohës. Cilat janë ato? Vështirësi që shfaqen janë zakonisht qarja e majës së gjirit, të nëna që ushqen në gji,
Kjo shpesh ndodh për shkak të teknikës së gabuar, të kapjes së gjirit nga ana e foshnjës, apo pozicionimit të foshnjës në prehrin e nënës. Gjitha këto janë elemente shumë të imta, për të cilat kanë shumë rëndësi në një gjithëdhënie të suksesshme. Këto pastaj mund të sjellin deri te bllokimi i kanaleve të gjendrës së gjirit, që sjell deri te mastitët dhe gjendjet shumë të rënda për nanën, të përcjellura me temperaturë dhe me bezmatim, që shpeshherë i bën edhe ta ndërpresin gjithëdhënien. Mirë po, një këshillim i marrë në kohë dhe në fillim për teknikën e mirë të ushqyerjes me gji dhe masat të cilat duhet marrë për mos të ardhurit te komplikimet banale, i themi ashtu, mund të çojë drejt një gjithëdhënie të suksesshme. Po. Doktoresh, po sa ndikojnë mënyra e ushqyerjes së nënës edhe mënyra e jetesës së saj në cilësinë e qumshtit të gjirit? Po. Ndikon në një mas, kuptohet, një nën që ka një dietë të balancuar, që ushqehet mirë me nutrient kvalitativ dhe që çon një jetë, me thënë ashtu, me një gjumë të mirë dhe pa përdorim të duhanit, alkoholit apo medikamenteve, sigurisht që është më e suksesshme edhe në gjithëdhënie, edhe ka një ushqyerje më të suksesshme me gji. Mirë po, nuk përjashtohen edhe nënat të cilat i kanë kushtet më të dobta ekonomike. Natyra është për kujdesur që qumshti i gjirit t'i përshtatet nevojave të dinamikës së rritjes së fëmijës, jo prej ditës në ditë, por edhe prej orës në orë. Po. Me thënë, vetë natyra është për kujdesur që nëna të provojë qumshtin i cili është i nevojshëm në momentin specifik të foshnjës e cila është duke ushqyer në gji. Po. Doktoresh, po në çfarë rrethana mjekësore rekomandohet ndoshta ndërprerja e gjithëdhënies dhe të zëvendësohet me ushqim artificial? Ato janë raste shumë të rralla, por fatkeqësisht ekzistojnë disa gjendje të nënës apo të foshnjës, të cilat mund të sjellin deri te nevoja për të ndërprerë gjithëdhënien apo të mos filluar fare dhe të kyçet fëmia në ushqyerje me formula dhe zëvendësues të qumshtit të gjirit. Në radhë të parë janë sëmundjet infektive të nanës, siç është HIV/AIDS, që është në gjendje aktive. Pastaj tuberkuloza në gjendjen aktive, përdorimi i barnave dhe medikamenteve të cilat janë të rrezikshme për trupin e foshnjës, meqense ato transferohen përmes gjithëdhënies nëse nëna është në ndonjë mjekim. Nga ana e foshnjës janë anomali të ndryshme konxhenitale në pjesën e nofullës, qelza e hapur ndonjëherë edhe sëmundjet tjera të foshnjës, siç është një sëmundje metabolike, galaktozemia apo të tjerat, apo thjesht edhe pamundësia për shkaqe të ndryshme fizike, mungesa e gjirit të nënës, apo çkado mund të jetë indikacion për. Po. Doktoresh, po në rastet, a ka raste ku nëna nuk ka mjaftueshëm qumshtë edhe duhet me kombinu me formulën? Po. Rastet kur nënës i duket që nuk ka mjaftueshëm qumshtë janë në fakt spjegohen me atë se në ato momente, në ato ditë, me thënë më mirë, fëmia popson një rritje të vrullshme dhe shpeshherë duket që nuk po i mjafton qumshti i gjirit. Nëna duhet të stimulohet që patjetër të vazhdoj ushqyerjen me gji, sepse do t'i përshtatet nevojave të rritjes së foshnjës së saj dhe në momente të caktuara ndoshta mund të ndihmoj edhe me shtim të formulës apo qumshtit që është adekuat për moshën e foshnjës. Po, pra është krejt normale? Po, normalisht është. Janë këto periudha të cilat e përcjellin çdo gjithëdhënie. Është me rëndësi të ceket se nëna për të pasur një gjithëdhënie të suksesshme duhet të jetë relaksuar, duhet të qëndrojë në një mjedis që ka mbështetje prej familjarëve në kuptimin e ofrimit të pushimit të mjaftueshëm të saj, meqense hormonet të cilat ndikojnë në prodhimin e qumshtit të gjirit dhe në rrjedhjen e qumshtit të gjirit janë shumë të lidhura me gjendjen psiqike të nënës, dhe kjo i takon krejt familjes pra që ta mbështes dhe t'i ofroj një përkrahje për
Po. Doktoresh, sa që ndrojnë disa mite, ndoshta të themi kështu, nga nënat më të vjetra tek nënat e reja që duhet të ushqehen me ushqime të ëmbla, po më kujtohet boza, është një pije që e preferojnë për gjirin ose çaj ftohtë ose disa të tilla, pra të ëmbla që të kenë gjimëshëm. Po. Kanë ekzistu për para mite me qenë se nuk kanë ditë me i spjegu të gjitha ato ndryshime që po i pëson foshnja prej ditës në ditë duke u rritur dhe duke i rritur kërkesat e veta. Po. Edhe normalisht ndonjëherë trupi nënës nuk mund ta përcjell në hap atë kërkesë të foshnjës dhe në ato momente kur kanë vrejtur që foshnja nuk ngopet mjaftueshëm me qumë zgjiri, kanë sugjeruar që nëna të ushqehet më shumë. Nuk qëndron, nëna duhet të ushqehet normalisht, të merr vaktet me rregull dhe të pi sa më shumë, me qenë se vetë fakti që ushqen në gji bën që ajo të dehidrohet më lehtë, por nuk duhet tepruar në asgjë. Një dietë e balancuar me të gjithë nutrientë, cilët janë domosdoshëm për gjithë ne, është e mjaftueshme për një zgjidhje të suksesshme. Po. Doktoresh, po është normale që një nën mos të ketë gjifare, sepse bëhet ndoshta një presion i tillë sikur ato të kenë faj. A është normale të mos ketë gjifare? Mos them rrallë as pak, nuk ka raste që nëna të mos ketë gjë. Një grua që ngel shtatzane dhe lind foshnjën, patjetër që statusi hormonal i saj është paraprakisht i rregulluar në atë mënyrë që pas lindjes të fillojë të prodhojë qumë zgjiri. Po aty përsëri është motivimi i nënës për ushqyerje në gji në radhë të parë, rrethanat për kraja prej familjes dhe në një mënyrë durimi që ajo gjithdhënie të ketë sukses është esenciale për nënën dhe për gjithë familjen. Ndonjëherë në fillim nëna nuk është e kënaqur me sasinë e qumshit të gjirit të cilën e prodhon, por në fakt ajo që ka thash në fillim, natyra përkujdeset që në fillim të prodhojë qumsh i cili është ndoshta më i pasur me ujë që më shumë i vyn foshnjës së posalindur. Pastaj kulloshtra në fillim që është shumë e pasur me antitrupa dhe materie tjera që e mbrojnë foshnjën në takimin e parë me infeksionet e ambientit të jashtëm. Pra në çdo hap vetë natyra e balancon edhe përmbajtjen e qumshit të gjirit dhe vetëm duhet pasur besim dhe motivim se ajo do të ketë sukses. Doktoresh, nëse nuk keni diçka me shtu, një falenderoj shumë që ishit sot edhe dha disa informacione shumë të rëndësishme, por edhe disa fjalë të bukura rreth gjithënjës që mund ta quajmë ndoshta edhe gjë hyjnore. Ashtu është. Faleminderit juve për ftesën.